Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit që gjetët mundësinë dhe kohën për të pritur sot këtu në Mallakastër kryeministrin e nesër të Shqipërisë Lulzim Bashën. Një falënderim për zotin Basha, i cili gjeti nevojën, gjeti mundësinë, gjeti dedikimin për të respektuar këta njerëz Mallakastrën, duke më dhënë një përgjegjësi të madhe, t'ju përfaqësoj nesër në Parlamentin Shqiptar për të çuar zërin tuaj, nevojat tuaja, kërkesat tuaja për të plotësuar në projektin më të madh politik shqiptar, atë të Republikës së Re. Sigurisht që kjo është një barë dhe një përgjegjësi e madhe, të cilën nuk do të mund ta çoj përpara vetëm. Jam i sigurt për një gjë. Kam në krah të gjithë mallakastriotët dhe mallakastriotet, kam në krah historinë, traditën, vendimarrje, krenarin e të gjithëve juve. E sigurisht kam në krah një njeri si Lulzim Basha, njeriu i cili diti ta respektoj këtë vend, këtë trev, këtë krahin, jo thjesht dhe vetëm duke më përcaktuar si një nga përfaqësuesit tuaj, por edhe persona tjerë. Dilaver Kamberaj, një mallakastriot tjetër, apo dhe Olsi Çukaj. Sigurisht që ky është një detyrim i madh për mua më së pari, po për të gjithë ne së bashku. Një detyrim i madh i cili ka lindur në këto 4 vjet për shkak se gjithë secili prej nesh, familjet tona, kanë ndjer vuajtjen, kanë ndjer sakrificën, kanë ndjer humbjen e shpresës në këtë qeverisje 4 vjeçare. Në këto 20 ditë, në 25 qershor, të gjithë ne, mallakastriotët, kudo shqiptarët, do duhet të marrin një vendim të madh. Vendimin e madh për të bërë ndryshimin, vendimin e madh për t'i dhënë shpresë familjeve tona, vendimin e madh për të rritur ekonominë tonë, për t'i dhënë shpresë vetes, për të qenë zot në vendin tonë, vendimin e madh që ka emrin Republika e Re. Republikë e Re për një të ardhme të sigurt, për një ekonomi të fortë, për të marrë fatet tona në dorë. E sigurisht, dhe e fundit është që jam duke thënë, aroma e fitores. Fladi i Republikës së Re fillon nga Mallakastra. Ka filluar nga Mallakastra 2 vjet më parë. Ju, mallakastriotët e gjithë kësaj kraine, gjetët mundësinë, gjetët beslidhjen, dolët mbi ego tuaja dhe bët një bashkim të madh teksa zgjodhët përfaqësuesin tuaj Agron Kaplanaj, i cili në këto 2 vjet, edhe pse me një mur të madh kokfort, ai kryeministrit i cili siç e dëgjuat para 10 ditësh, teksa ju tha të gjithë mallakastriotëve që në 2015 janë zgjuar së prapthi, sot do të marrin përgjigjen më të madhe. Nuk e para asgjë Edi Rama nga Mallakastra. Do ta shohësh në 25 qershor. Kam nderin t'ja fjalën mikut mallakastriotëve, mikut të gjithë shqiptarëve, kryetarit Partisë Demokratike, projektuesit të rilindjes, projektuesit të Republikës së Re, Lulzim Bashës, për të shpalosur para jush pikërisht atë që është më e rëndësishme, projekti i Republikës së Re.